Jemi në studio për një temë tjetër. Është ngritur akt akuzë prej prokurorisë speciale për personin që akuzohet për ngrisje të Kuranit, por nga Bashkësia Islame. Në fakt do të na flas avokati që është i autorizuar prej Bashkësisë Islame të Prizrenit për një shqetësim tjetër, që është e kemi në lidhje të drejtë për drejtë Gent Gjinin. Gent, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për prezencën. Faleminderit edhe juve. Atëherë unë e lexova vetëm një pjesë të shkurtër, domethënë që është ngritur kjo akt akuzë ndaj personit në fjalë që ka qenë mediatik ky rast. Na shpjego saktësisht se çfarë ka ndodhur dhe cili është shqetësimi juaj në këtë pikë që jemi pas akt akuzës. Po, ne faktikisht nuk kemi përfaqësuar për rastin e ngritjes akt akuzës, pasi që kanë qenë provat më së të qarta, sepse një person tani me status të akuzuar, pasi që ka ngritur një akt akuzë nga ana prokurorisë speciale, në datën 3 mars, mu pikërisht në muajin shkret Ramazanit dhe në qendër qytetit, është kapur nga kamerat e qytetit të biznesit dhe nga qytetarët i cili ka ngritur Kur'anin dhe e ka shkyer. Me këtë ka kryer vepër penale të nxitjes së përçarjes fetare dhe ky akt është dënuar shumë nga qytetarët e biznesit dhe ka prekur ndjenjat fetare. Në anën tjetër, prokuroria speciale ka kryer punën e tij, e saj domethënë dhe ka arrestuar personin dhe personi tani është në masën e parapërkimit dhe kemi kuptuar ditë më parë se është ngritur akt akuzë. Dhe tani pritet që të dalim në seancë gjyqësore dhe kjo akt akuzë në vërtetë ngërthen një propozim që personi i cili ka ngritur Kur'anin dhe ngakohet për përgjegjësi penale, ky duhet të trajtohet në masën psikiatrike në liri. Gjë që kjo është disi për neve e befasishme dhe mund të themi që është e papranuar, sepse duhet ditë se a mund na shpjegoni domethënë pse është e papranueshme, pse është e rrezikshme po ashtu, sepse keni thënë që është një rrezik edhe për qytetarët, në rrugë që mund t'i sulmojë gjëra të tilla, kështu që na sqaro pak. Po, duhet ditur se personi në fjalë sipas historikut të tij, të klasika dhe personalitetit të tij, vite më parë ky ka pasur vepra penale, është i njohur për organet e ndjekjes, por edhe në atë kohë ka pasur qarkullim menduar dhe psikiatrët kanë propozuar që ky të kurrohet në qendrat rehabilituese. Për atë kohë ku ka kryer vepra penale, personi u dashur të kurrohet disi dhe të shikohet gjendja e tij se sa po përmirësohet. Por tani duke ditur se ka kryer edhe një vepër tjetër. Po, ju thatë që ai ka qenë në procedurë të kurimit edhe më herët, por që nuk ka qenë shumë pozitive ajo. Pra ju kërkoni që këtë herë kurimit jetë më i kujdesshëm edhe të ketë më shumë themi kështu edhe menaxhim edhe nga të tjerët. Po, shqipe, tashti derisa prokuroria speciale e ka pasur para saj një të akuzuar që ka të kaluar kriminale dhe një të akuzuar që ka probleme mendore dhe është konstatuar nga psikiatrë. Dhe ajo program nuk i ka bërë mirë personit në fjalë dhe tani prokuroria në akt akuzë propozoi që ndaj të akuzuar të shiftohet masë psikiatrike në liri. Kjo është për neve papranuar sepse personit është dashur t'i propozohet masë psikiatrike në detyrim, domethënë të ndalohet në qendër rehabilituese, të kontrollohen analizat, të bëhet rehabilitimi i tij dhe më pas të shifikohet nga përmirësimi i tij sa a ka gjendje përmirësuese dhe a mund të del. E tani mbrojtja doli propozimi për masë psikiatrike në liri. Disi neve na rrezikon qytetarët dhe jemi më pasigurt sepse ky do të shkojë me konte vita dhe është i lidhur në shtor programin. Gjë që derisa është i lirë. Dhe ai mund të e juaj shumë drejt për drejt është që mos të lirohet sepse është rrezik për komunitetin apo jo. Edhe a keni fakte ju që nuk është bë ky ekzaminim psikiatrik nga prokuroria? Jo, prokuroria ka kryer punën e vet, prokuroria ka pasur personi ka pasur rregullime mendore, prokuroria ja ka besuar ekspertëve përkat që të dalin me një rezultat dhe me një raport, por jam çuditur me ekspert doktorët se si kanë propozuar që të akuzuarit të shiftohet masa psikiatrike e kurimit të tij në liri. Gjë që ne sigurisht në procedurë gjyqësore mund të kërkojmë fakte, dëshmi dhe ta sfidojmë raportin sepse ka ardhur deri në këtë përfundim sepse me të lënë në liri dhe me të shkuar këy në programin rehabilituese në qendër spitalit Mendor në Prizren, ai vjen që në konte vet ai mund mos shkojë dhe mund mos i përgjigjes kurimit. Ta natyrisht që pritet të mbahet seanca, apo jo, me qenë se është ngritur akt akuza dhe çka prisni ju edhe cili do të jenë hapa që do t'i ndërmerrni? Po, hapa që do t'i ndërmarrim ne do të dalim në procedurë gjyqësore, sigurisht raportin psikiatrik do ta dorëzojë dhe do ta shikojmë përse ofmi se a është bërë analizimi dhe a është bërë konstatime dhe konkluzat doktorëve në mënyrë objektive, pra ka pas një analizë që përfshiset për që personi të kurrohet në liri, gjë që ne nga provat të cilët tani nuk i kemi sepse në seancën e parë gjatë ftesës të cilën do ta kemi do të kërkojmë edhe shkresat e lëndës,
dhe sigurisht do të sfidojmë akuzën për kasish raport e mjegut që personi të kurohet në qendër trajtimit në ndalim, e jo në liri, sepse kjo është disi e papërshtatshme dhe dihet se personi ka të kaluar kriminale dhe ka bërë një akt të shëmtuar që ka prekur ndjenja qytetar prezent, po unë konsideroj se nuk ka qenë ndoshta edhe rasti ta themi ta shtyjë Kur'anin unë muaj shit Ramazan, disi u dashur të bëhet një hetim më profesional, më përmbajtësor dhe të shikohet se nga është nxitur personi që ka shtyjur Kur'anin bashkë në muajin e shit Ramazan. Gent, nëse po na dëgjon gjatë gjithë kohës, po e theksoni se ai ka të kaluar kriminale. Për çfarë akuzohet personi? Po, ndonjë rast nëse dhe më na tregu që ka pasur. Me informacionet të cilat i kam bletuar nëpërmjet mjeteve të shkruara, ky ka pasur një rast të veprës penale sa e ka privuar babai nga jeta, ka pasur vepra të tilla të rënda. Po disi unë jam befasuar e tani të sigurisht ka mbajtur burgin dhe atë kohë është kuruar sigurisht dhe atë kohë është konstatuar se ka për qarkullim mendore, por tani prokuroria duke ditur se një person me të kaluar kriminal me raport që nuk ka bërë mirë qëllimi i tij të propozojnë mas trajtimi në liri, disi bjen ndesh me situatën edhe me peshën e përgjegjësisë penale dhe karakteristikat e personit. Pra, ju thatë më herët nëse kuptova drejt që me çdjegja e Kuranit ka ndodhur në muajin e shenjtë të Ramazanit, duke pasur parasysh problemet për cilat ju po flisni se ai ka, ai është shtyrë nga dikush apo jo? Jo, indikacionet e para në fillim na kanë shtyer të motivojnë se mos nxitur nga dikush dhe sigurisht trajtimi është dashur të bëhet në mënyrë më profesionale, gjë që ndoshta është bërë hetim, por duke ditur trendin, sepse në vendet skandinave personat të cilët kanë nisur Kur'anin atje është një kampanjë më bedisuese dhe personat e tillë gjithmonë nuk kanë qenë a priori që kanë pas personat kanë lënguar nga një çrregullim mendor. Domethënë edhe në këtë rast është dashur të shikuar elbetet në kushtimisht ta themi mos është nxitur nga dikush, mos është doktrinuar nga dikush, edhe të dihet me një përfundim me një rezultat dhe se nga kush edhe të bëhet një preventiv më qensor. Atëherë, faleminderit për sot. Natyrisht do të jemi këtu për zhvillimet e fundit, me që edhe seancë do të ketë, kështu që faleminderit për informacionet. Faleminderit.